Jemi parti të reja, jemi të Erinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura. Kjo kërkon disa sqarime. Po pa dyshim kjo do e shpjegoj më Edi, e kemi shpjeguar më mira herë që ne familjarët i kemi fut në lista fiktivisht që të na mbrojnë nga ajo hila që na bëri për sheshti me Berishën. Ndërsa ti listat nuk i ke për ata të shtëpisë. Ti listat i ke për Qyrben, i ke për Lalat, i ke për Qifet. Për këta i ke lista ti. Ndërsa familjarët i kenë për listë pagesa. Se mendoj pak tash. Nëse do kishe fut vllajën në listën e deputetëve, po kush do menaxhonte këto laboratorët e drogës? Nëse do fusje vajzën në listat e deputetëve, po kush do ishte sekseri kompanive ndërkombëtare ndërtimit? Nëse ju do fusin burrat dhe gratë nëpër lista, po kush do bëje investitor strategjik në Bregdet? Kush do ndërtonte shtëpitë dhe vilat? Kështu që ju nuk i fusni në lista të deputetëve. Ju i fusni nëpër listë pagesa. Dhe në fakt kjo është diferenca Edi. Ju familjarët i përdorni për na vjedhur ne familjarët i kemi që të na mbrojnë nga ju.